Elsa, ti me cilën pjesë jemi, sepse patëm Hoxhën edhe Erdonitën që mendun që kjo është veçar svetim, dërsa kemi Arbrin që po e thë që është jeta dinamike, është kjo lodhja që ne e kemi, që ndoshta nuk kemi nevoj me taku njerëz të tjerë, për me shpenzu edhe ma shumë energji, kemi nevoj me pushu për vetje, ta. Dilara, unë jam rritë me një familje shumë të madhe. Unë kam shumë agjallar, kam shumë hala, kam shumë teze, kam shumë doj, unë jam rritë me një familje tamam tradicionale shqiptare. Edhe unë në kurse në vikend të shkoj në shpe dhe nuk shkoj diku musafir ose nuk më vjen dikush musafir, unë thomë që ka ndodhi, që ka nuk o të shku. Në ashtë edhe ju mësu që ashtu, unë që shë vogël, ju mësu me hongër bugnat sofrën që janë konkret ullë rreth sojna. Edhe për shembull kur jena ndodhë me agjallar, kur kanë shkuat në shtëpiat veta, unë s'kum pranu me hongër buk veç me të prind edhe të mi. A ju ke babaja të alo, familjarëve? Unë ku pas qef, unë jam qaj person që kam qef edhe me marë musafir, po edhe me shku dikujt musafir. Në ashti që prit honës të premë të njetoj vetëm kështu të mbanesë në Prishtinë, në ashti që kjo pjesë më kanë diku pak që me pos qef me marë musafir kur shkoj në shpe. A pajtona me pjesë në Arbrit që dhëtë kur të lodhesh për një ma shumë s'ki qef me taku dikon, tri, ka njëherë që shkojnë nerva, ashtu dhe familjarët e tu që i kinë shpe, le mo dikush jashtë familjes me të artë, ama vërësisht edhe prej disponimit valla që shikon. Po tash përna konvenën, gjithë ditë pëthojnë e jena lodha. Jena lodha. Po edhe kur thojnë për kohën e kalume, shpesh një të thonë, shumë i kena desh në musafert. Po halo nuk e dini din që e kanë vetë një gru që ka shërbi për 15-20 antar, se aje lodhte, kush e ka vetë ato mas pare. Abden burri vetë ose krye familjari, se na e dim shumë mirë që në familjet e ma hershme ka vendos veç krye familjari. Këta tjerë s'kanë guzuzo me bo, tash kemi realist, abden, tash se cili jemi të pavarur, se cili e kemi të drejtën e fjallës, abden, që në një farforme mirë që është bo që këndryshem, sepse ma heret, veç që ka thonë burri gru, shte buk, dhe të psia se janë të torë 15-20 musafer edhe kërkër se ka vetë a jetu lodha, a jetu deshmi pri që ata musafer, a je plus ma heret që kanë shu ka 1 javë, ka 2 javë, ka 3 javë, dëmë tonë, edhe kohën ma heret, edhe tash, ka shumë sene që tash së më pëlqenë, po edhe kohën e ma hershme, ka shumë gjana që s'na pëlqenë edhe mirë që janë ndru, dëmë tonë, su në gjenë kohën një farë mesitar që me thonë, a ka qenë ma heret, ma mira, është tash ma mirë, sepse për shumë sene është ta mirë që ka ndru, po që ke pjesa e dashnisë dhe respektit që ka upë, sepse na mujna me thonë s'kena ko, po për një person që dënë me pritë si do të unë me në që ki ko. Vish nuk dënë. Qatë them, kur një person është i angazhum, gjatë të ditës ose javës dhe takohet për shajpin 10 kafe me shok, nëse ndonë kohën duke shku në shtëpi ose duke u këthy, me vizitu një antar të familjes që se ka po me mujtë e tërë, mundet me bu një ndryshim, një kompromis. Mi po them që ke fjolla dashëri familjarë dhe me thonë varet njerëzit që konceptojnë. Tu nisë duke i pa gjërat se si por rjedhin, nuk besoj që shumë njerëzit duan të kaluarën. Për shkak se menduhet që ka pasën bin garkes, zakonisht gratë kanë vujtë ma shumë, nona tona, që kanë gatu dhe as nuk i ka pyta s'kush a e lodha, pa ki mundësi, s'ka egzistu kjo. Edhe kjo është, fetarisht është ndaluar, dhe me thonë me bu gjithë këtë dhunë, gjithë këtë presion, se nuk ka qenë restorant, ka qenë familje, po musafir kanë orë, kanë hi, kanë dalë.